Live from Tirana. Live from Tirana. In Love Today na rikthen sërish në program. Jemi në Live from Tirana, 11:10 ora eksakte në këtë momente, në këtë të hënë të datës 17 mars, dhe siç ju lajmëruam në krye të herës në Wake Up, do të jemi tashmë me Mariola Baco. Un kam qejf ta quaj tashmë opinioniste të studiove televizive, e cila godet me opinionet e saj. Her pas here merr dhe një vrull komentesh online, pasi ajo zakonisht synon të thotë të vërtetën, por gjithsesi, Mariola, mirë se vjen në program. Mirë se ju gjeta. Si është rutina të hënën zakonisht për ty? Domethënë ti je nga njerëzit që e do të hënën apo e urren të hënën? Absolutisht. Nuk e do. Nuk e dua. Se? Unë dua vetëm fundjavë. Fundjavën dhe natën. Dhe natën. Nuk e di. Jam nokturne. E di ti që dhe mua më pëlqen nata, madje do doja të punoja natën, në sensin që kam më shumë energji, jam më fleksibël. Dita mendoj është për të zakonshmit. Studime pas universitare në Suedi, ka rastisur që ishte periudha e korrik, gusht, shtator, tetor. Dhe koha ishte e mrekullueshme sepse kishte vetëm një farë periudhe 15 sekondëshi natë dhe vetëm ditë. Dhe aty kam kuptuar automatikisht që unë jam një shëndet, fjalë vërtet. Virozat po, fiks fjalë vërtet. E bra për shaka. Kam kuptuar që unë dhe dita e vazhdueshme nuk shkojmë fare bashkë. Do doja që të kisha shkuar në një vend tjetër që është në Danimark, i cili është vetëm 24 orë natë. Natë, kryevepër. Do vuaj pak për vitaminën D, po gjithsesi. Gjithsesi unë prap vuaj e marr shotsa. Interesante. Mariola, futemi direkt në temë. Nuk mund të mos e mohojmë që kryefjala e ditëve të fundit është rikthimi Egli Takos në shtëpinë e Big Brotherit. Si shikuese? Egli Aleksandra Tako. Aktore, regjizore, teatri dhe këngëtare. Të kthyen sepse është një aktore, është një këngëtare, regjizore teatri. Këtu i ke, domethënë, pastaj mund ta shtjellojmë komplet. Mund ta shtjellojmë pak përgjigjen pse u rikthye Egli Tako. Domethënë një person që del dhe thotë që përpos gripit unë isha dhe e rënduar emocionalisht, piva antibiotik, tha gjithashtu Egli. Dhe më dhanë efekte anësore. Për 9 ditë rikthehet në shtëpinë e Big Brotherit. Unë e vlerësoj si personazh, goxha. Duhet thënë, është një personazh i cili që ajo e ka ndërtuar. Nuk është një personazh që ne kemi ndërtuar, ne thjesht e kemi besuar. Kemi arritur ta besojmë si audiencë. Dhe kjo këtu është suksesi, kur ty publiku të mbështet dhe ty publiku futet në atë energjinë që personazhi krijon. Ajo është një personazh i shkëlqyer. Ti mendon që ajo që Egli po shfaqet në ekran është një personazh i krijuar nga ajo nuk është Egli? Absolutisht. Një person i cili ka probleme të shëndetit mendor, qoftë edhe shumë të vogla, do ta kishte shumë të vështirë të përballonte përballjen shumë të madhe, presionin shumë të madh social. Ajo krijoi situatën, doli pas ç'bëi vërdall, do ta them me fjalë shumë të thjeshta, s'është nevoja të përdorim tani. Si veprat e Tolstoit, po 9 ditë qëndroi jashtë, plot 9 ditë. Plot 9 ditë janë mjaftueshëm, 9 është dhe numër fati, janë më se mjaftueshëm për të rikthyer shumë e fuqishme, qoftë thjesht edhe për qëllimin e saj, për të qenë në qendër të vëmendjes, sepse ajo tashmë po e bën lojën e saj, po ul komplet personazhin e gjestit. Vërtet, e mendon kështu? Patjetër nuk është Egli, është adhuruese e personazheve të famshëm. Kjo është një edhe në psikologji. Ka një pëlqim për të arritur suksesin e saj nëpërmjet personazheve të famshëm. Po duket është shumë e dukshme. Po për shembull ku e kupton? Po e kuptoj tek mënyra se si ajo i targeton këta persona, sepse si ajo i harin edhe bëhet protektive ndaj këtyre personave dhe thjesht edhe qartë për të arritur suksesin. Ajo tek këta persona çelësin e suksesit vet. Dhe nuk është as pak keq, duhet të thënë kjo. Ne të gjithë jemi oportunistë në jetën tonë. Në një farë forme ose jo, apo jo, nuk mundemi ta mohojmë. Jetojmë në një botë materiale, ne jemi thjesht materie dhe duhet patjetër ta materializojmë jetën tonë. Ku është e keqja këtu? Aman
nuk duhet të bëhemi dhe të veshim atë perden e ignorantit, unë ta thosha sinqerisht, është bukur kur e beson një personazh, por me që ajo është një reality show, duhet analizuar edhe realiteti aty brenda. As pak nuk është e dashuruar, as pak. Vërtet? Po ja pra. As e dashuruar, as e lënduar thua ti? E di sa e madhe është dashuria dhe sa rrugtim do njeriu drejt dashurisë. Sa? Aq sa të gjithë i shkruajnë, i këndojnë, i dedikohen dhe shumë pak besoj e kanë gjetur. Aha. Po më duket si një kjo biseda më duket si një terapi kështu në intimitet me një. Është interesante në fakt mënyra se si ti e sheh Eglin. Domethënë Unë tërsi njerëzit nuk i shoh atë çka paraqesin, atë veshjen që veshin në mëngjes. Sepse nuk e kisha dëgjuar më parë këtë lloj këndvështrimi që ajo që Egli po bën është një personazh në fakt dhe nuk është e vërtetë e saj. Ti thua është personazh edhe kur ajo ishte në studio tek Ariga me Ledionin që çante. Pikërisht. Aha, që tha unë do rikthehem për të vendosur ditën tim në vend. Zoti i madh, ajo ishte, unë nuk e di, këtu më pëlqen të je një dash i mirëfillt detajist, sepse ishte veshur me fustan të bardhë, sepse patjetër fustani hakmarrjes, për mos ta veshur të zi për të bërë atë personazhin negativ. Ajo kur është futur në Big Brother, është futur në fustan të zi. Dhe kur rikthehet në Big Brother, i veshet me një të bardhë. Çerek velloje, le ta themi kështu. Që do të thotë nusja që ti nuk do të kesh kur. Tani të lutem. Mendon ti që ajo këtë herë mund të rikthehet sërish në krevat me Gjestin? Edhe mundet, patjetër. Njeriu që do të arrijë. Si do justifikoj këtë gjë? Sa ajo tha unë dua të vendos sërish. Ndjenjën, pikërisht lotët që bëri në Karige me Ledionin ishte ajo. Ishte ai karemi për publikun, karemi për audiencën, karemi për Gjestin, karemi për çdo që shiko, njeriu kur krijon, shkrimtari, krijuesi, regjizori, gjithkush që krijon, qëllimi i tij kryesor është që produkti që ai apo të shitet dhe të konsumohet ose krijimtaria e tij të jetë e gjallë, të vijë gjallë. Dhe ne të gjithë po konsumojmë Egli Takon këtë ditë. Patjetër, unë do ta quaj Aleksandra, më pëlqen më shumë se Egli duket shumë simple dhe Egli duket shumë cheap. Egli ishte ajo e para, tani është Aleksandra Tako. Aleksandra Tako. Bëjnë jingle të Aleksandra Tako. U rikthye në Big Brother VIP. Po mirë, si e shpjegon faktin që kur ajo doli jashtë, pati një rritje të ndjeshme ndjekësish, por në 24 orë të fundit në rikthimin e saj ka humbur shumë ndjekës. Po, sepse ne si popull kemi ne nuk të ndihmojmë kur. Ne nuk e dim çfarë është të ndihmosh dikë. Ka njerëz specifik që thonë kush je ti që e thua këtë sa unë ndihmoj. Ti që në momentin që e përmend duke ndihmuar. Okej, po thjesht ke kënaqur veten tënde, kështu që dhe njerëzit në raste të tilla ndjejnë empati sepse ju duket sikur bëhen njësh me personazhin, edhe ndjejnë atë keqardhjen. Domethënë nëpërmjet të mëshirojnë dhe nëpërmjet po të mëshirojnë vërtet. Nëpërmjet kësaj ata marrin atë fitimin e tyre që shiko, unë jam mirë, unë mund t'ja dal kësaj situate, ndërkohë ti jo, sa kish më vjen për ty. Unë jam më mirë se ty. Edhe po të mbështes. A ka shanse që Egli Tako t'i marrë Big Brotherin Gjestit? Pas muzikës. E dëgjojmë për ligjen e Mardiolës, se kam përshtypjen që edhe për këtë do të ketë një këndvështrim shumë interesant. Mirë, rikthehemi sërish program 11:24 orë eksakte në këto momente dhe përpara se të shkëputeshim në reklama, në muzikë të mirë, në fakt e lam tek ajo Mardiola. A ka shanse Egli Tako që t'ja rrëmbej Big Brotherin Gjestit? Absolutisht jo. Jo. Jo, do t'im pak vëmendjen një rëmbeu javën 9 ditëshin e saj të famshëm, 9 ditë e gjysë. Por, jo, absolutisht. Nuk e beson këtë. Ja, nuk e besoj, sepse Egli, mua më lind pyetja çdo të prodhoj Egli pas Big Brotherit. Pas Big Brotherit. Po ka disa opsione. Ma thuaj, për shembull. Të t'i rendison. Një për shembull mund të jetë opsioni nëse rikthehet Dancing with the Stars. Dhe ajo mund të jetë si konkurrente. Po, është konkurrente dhe ka fleksibilitet, po mund të një opsion. 2 mund të bëj këngë? Nuk është karizmatike, ai shumë për
Ato këngët me prerje venash kanë një audiencë të caktuar e cila nuk shkon më shumë se nuk janë këngë klubes që mund të prodhosh lek me ato balade. Iku dhe kjo. Njeriu që të jetë prodhimtar, do ta them në fjalë shqip, prodhimtar i një audiencë shumë të gjerë, janë njerëzit gjithmonë karizmatik dhe njerëzit të cilët kanë një energji mbi normale. Jo arsyetues të mirë. Unë nuk mund bësha dot. Unë kam një zë shumë të mirë për të kënduar sepse kam qenë këngëtare vogël, por nuk kam atë lloj karizma për të shitur muzikë. Opsion tjetër mund të jenë reelsat e Instagramit me kremra fytyre. O zot, stopit asaj rutinës me 7.777. Dakor jam, po bëjnë lek ato reelsat. Çfarë lekësh bëjnë, të lutem Ronaldo, është pa 1.000 euro reels se mund ta marrja ajo pas vikut. Çfarë bësh me 2.000 euro? Din pyetja. Po dëgjoj. Pra çfarë mund të bëjë Egli pas Big Brotherit? Asnjë gjë? Përveç se do prodhoj një dramë. Po pra, do e vazhdoj dramën e saj me Gjesti. Sepse ajo do ta vazhdoj shumë pak, se besoj më shumë. Gjesti nuk do ketë kohë, do ketë koncerte, do ketë jo filma, jo gjëra, çfarë mund të bëjë Gjesti, po. Automatikisht që nuk ka kohë. Po kjo mund të shkojë nga pas Gjesti nëpër koncerte. Atëherë do të thosha vërtet që problemi për ndjekses do marri Gjesti urdhër mbrojtje dhe e kuptoj. E qartë. Harrojeni këtë pjesë. Për te shakave se po e bëjmë shumë të lirshme këtë bisedë. Jo, po e bëj vetë të lirshme. Më pëlqen më shumë kështu, jemi në mëngjes se nuk mund të bëjmë jashtë. Po pra ka nerva njerëzit tani na dëgjoj. Njerëzit duan të kënaqen, janë të lodhur, unë e them gjithmonë këtë, por në komentet tua kryesisht në ftesë në pesë në Vitasul në Top Channel, njerëzit të gjykojnë pak, se nuk dua të them të shajnë, për komentet që ti bën për Gjestin. Po, patjetër. Çfarë ka aty? Domethënë, okay, ti je sinqert në publikun, e thua që ky djalë shet, do shesi. Nuk jam merr fitoren në Egli. Jo. Por nga ana tjetër ke dhe kritika. Patjetër që kam kritika, sepse duke qenë që është një produkt i ri në tregun shqiptar të entertainment, të argëtimit, do duhej të kishte disa kritere. Po do thuash ti kush i vendos këto kritere? E bën atë të veçantë. Po pikërisht jam këtu do dole. Do të thuash ti po kush i vendos këto kritere? Këto kritere i ka vendosur normat shoqërore, sociale, kulturore dhe ligjore. Mirë po, ka pasur raste që njerëz shumë të famshëm në botë nuk kanë pasur asnjë gjë përveç vetes dhe lëkurës së tyre dhe kanë qenë shumë krijues. Gjesti është një nga ato rastet që ka 40% prodhimtari, krijimtari autentike. Që kush është? Po, ai budalluku në dukje, ajo gallata e tepruar, unë do ta them shqip. E kuptoj. Unë preferoj të flas kështu. Ajo pakujdesia e të vepruarit, ajo skip, si i thonë në shqip, ajo shko ne po humbasim shqipen që nuk është gjë e mirë, është fatale, kjo duhet thënë, por edhe ne jemi produkti i këtij ambienti ku jetojmë. Po i bën dalje njerëzve thjesht duke thënë një natën e mirë, pa një arsyetim të tepruar, apo fare pa një arsyetim, po u kry çdo send dhe ai aty e kryen punën e tij, që do të thotë prit se ky djali shiko, Kim Kardashian ka thënë një fjalë shumë të madhe që kur i thanë që ti nuk bën asnjë gjë dhe je bërë kaq e famshme. Pikërisht të bëhesh i famshëm nga hiçi do të thotë që ti ke diçka akoma më të madhe që të tjerët nuk e kanë. Interesante. Po. Këndvështrimi, fiton Gjesti apo nuk fiton? Patjetër që Gjesti fiton Big Brother. Patjetër që fiton. Duam apo s'duam, ne unë nuk bëhem dot fanse apo tifoze askujt. Kam pëlqyeshmëri, po të një shkallë të arsyetimi që unë preferoj ta them dhe do ta them që është Gerta, po nuk mundet absolutisht t'i heq vlerat absolutisht asnjë lloj lojtari tjetër apo të analizoj keqazi një lojtar tjetër. E kuptoj. Edhe Gertën madje në atë nivel pëlqimi që mund ta kem 58, 59 pa shkuar te 60%, ditët i them ku i ka gabimet e saj. Kjo do të na e thuash më një herë pas reklamave dhe do të bëjmë një parashikim 5 minutësh se çfarë pritet të ndodh në këto pak javë që ka ngelur përpara finales së madhe të Big Brother VIP. Datën se kemi zbuluar, por pritet të na e thot vëllai ma së shpejti. Ka ikur 20% i vitit Mardiola. Po. Ti zakonisht adhuron këto pushime dimërore me bor apo pushimet verore me det? Po unë do doja që jeta ti ishte një pushim i madh.
Do të bëje mërzitshme pastaj. Jo. Jo? Shiko, ne shqiptarët fjalën këtu e ngatrojmë. Pushimet ne I quajmë aventura dhe aventurat I quajmë stërmundim. Ndërkohë që pushim në të vërtetë është të pushosh. Atëherë unë do të thosha, unë do doja gjithë jetën time një pushim aventurë të mrekullueshme. Po I tregoj një ditë njerëzve miqve të mi që po bisedonin çfarë kërkon në këtë moment të jetës. Dëgjoj, thash dua të kem një vilë shumë të madhe me njerëz që unë zgjon në mëngjes dhe më pyesin se në çfarë lloj forme e do vezën sot dhe çfarë lloj veze do. Ku kuzhinieri personal të pyet, më pas unë të shkoj tek makina ime parkuar para peshinës dhe shoferi ta ketë ngrohur atë, pra unë mos të lodhem duke ngrohur makinën që të shkoj në punë. Jo, do të ishte perfekte. Dhe do doja të më merr dhe mua tek ajo ëndra jote. Të eksploroja gjithë botën, kaq shumë të madhe edhe kaq shumë të vogël njëkohësisht. Domethënë do doja të jetoja. Domethënë mua më lodhin ndonjëherë të fjalimet që ti zgjoh herët në mëngjes që të kesh sukses. Unë kam thënë edhe diku tjetër, do ta dëgjosh nga këtë, do ta dëgjosh. Herët në mëngjes I dashur zgjon vetëm hallet gjin. E bukur kjo. Nuk mundesh. Domethënë këto janë parulla të tipit sistemi ty të imponon në një formë apo në një tjetër të bëhesh budall. Absolutisht. Unë çojm kur dua, unë do punoj kur dua. Madje, po lexoja një studim që thoshte që hidhte poshtë gjithë teorinë që njerëzit e suksesshëm zgjon herët dhe thoshte që në momentin që ti zgjohesh herët, ke një lloj I mbaron gjërat shumë shpejt, më pas je I lodhur për të vazhduar pjesën tjetër të ditës me pjesën tjetër të njerëzimit. Ndërsa njerëzit që zgjohen vonë kanë një mini për të kryer gjërat shpejt. Sepse momentin që ti në orën 9 ke kry punë. Thuaj çfarë do bësh tjetër, reston tjetër pak tek Bigu. Patjetër. Pse e duan njerëzit kaq shumë Big Brother në Mardiola? Po, sepse njerëzit janë kurioz për të ditur jetën edhe sjelljet e të tjerëve. Përveç kësaj, ai shumë e duan, por ka edhe një lloj gjykimi për këtë format televiziv që aty gjykojnë ata moralistët do të thosh. Këtu është degenerimi, ndërkohë emisionet me libra nuk I sheh njëri. Janë edhe ato. Po, sepse njerëzit janë të 30 views kanë në YouTube. Do të thonë klikon ai që ngarkon video në YouTube. Sepse njerëzit duan ta marrin gjithçka shumë shpejt, si puna e ushqimit. Në botë kemi më shumë fast food se sa restorante me 5 stars. Dhe ato që janë kanë shumë pak klient. Kanë shumë pak klient. Kështu që tani po të ishte gjithë bota kaq inteligjente, ne ndoshta do të kishim pushtuar planetet e tjerë. Inteligjenca është shumë pak. Ne që mendojmë, unë nuk e mendoj që jam inteligjente dhe do ta gënjeja veten dhe do të gënjeja edhe ty në rast se mendoj se edhe dikush tjetër para meje është inteligjent. Absolutisht. Ne jemi mediokër si njerëz. Se në rast se ne do të ishim inteligjent, do të kishim shkuar, do të bënim xhiro tani bashk në një planet tjetër, sinqerisht. Këtë ta them me sinqeritetin më të madh. Nuk jemi inteligjent mjaftueshëm. Ne jemi njerëz mediokër. Jemi njerëz mediokër. Kolegët e mi të radios po më kërkonin disa batuta nga emisioni nga ky muaj për ta bërë tip promoje dhe mendoj që ky emision I sot është emision I dur me gjëra që ti ke thënë. Pra ne jemi njerëz mediokër. E ke thënë ca perla pak më parë. Por e ke menduar ndonjëherë vetëm pjesë e Big Brother jo si banore, por ku di unë si opinioniste? Që të them ja do ta mendoj. E ke parë ndonjëherë veten në atë pozicion ose ta thonë njerëzit që mund të shkonte? Jo, këtë e di, po, mund të edhe ma kanë thënë kjo është e vërtetë se nuk mund ta mohoj, por nuk është se nuk e di si do ta përballonin njerëzit gjykimin tim, ose arsyetimin, më fal, se ndonjëherë dhe unë gjykoj, dashur pa dashur, edhe unë kaloj në atë nivelin e gjykimit. Do ta thash, ne jemi njerëz mediokër, duhet thënë. Por në nivelin e arsyetimit nuk e di si do të ma prisnin të vërtetën. Po, ne kemi nevojë për njerëz që ta thonë të vërtetën. Absolutisht. Shumë e vërtet, shumë e egër edhe me atë që do të më përgjigj egër në sensin që do t'ja thosha të vërtetën, ashtu si nuk do donte kur ta dëgjonte dikush. Po e zëm se ti je opinioniste nesër në Big Brother dhe ka ndodhur disa situata. Kryesorja është kjo e Eglit.
Ato thash që është emisioni ideal për të bërë një promo radiofonike bashkë me gjëra që ti thua dhe me të shtimën time. Dhe Ledioni të mundson lidhjen me shtëpinë për të bërë një analizë loje rikthimit të Eglit dhe sjelljes së Gjestit. Çfarë do i thoje ti këtyre të dyve? Një gjë që nuk e kanë thënë. Thosha Gjestit, përveç se që i thonë të gjithë që mos rri me brek në shtëpi, unë ti thosha Gjestit do të shkonte shumë ti kishe hequr fare të mbarë. Ti ishte brekët? Po, patjetër, mund t'i ishte. Mund t'i ishte sepse dëshira e tij është të ri fare. Po, ndihet shumë i lirshëm, ne duhet ta kuptoni, nuk është thjesht një strategji. Ai ndihet i lirshëm pa brek. Ai ndihet i lirshëm në lëkurën e tij. Gjesti ndihet i lirshëm pa brek. Në lëkurën e tij. Ka shumë njerëz të cilët e bëjnë këtë. Tani mos na bëj të nxjerrim zorë të barkut. Jo. Unë mendoj që është okay që ti të rish në shtëpi me lëkurën tënde, edhe ta duash trupin tënd. Pastaj në rast se çfarë do t'i thoja në lidhje me lojën e Eglit, do t'i thoja që patjetër që vazhdo dhe luaj deri aty ku Egli të kundërpërgjigjet me efektin pasqyrë. Që ajo ka filluar e ka bërë pak to, domethënë dje, po që s'është ai efekti pasqyrë. Domethënë është duke ndërtuar, nuk e ka menduar mirë, por ajo po bën një aktrim të shkëlqyer, duhet thënë, dhe ka bërë një skenar shumë të mirë që po e vën në këngëtare, aktore, regjisore teatri e ka bio. Aleksandra Tako. Dëgjoj, por imagjinon ndodhi çdo të bëhej aty në publik edhe çdo të bëhej me shqiptarët në televizion mund ndjekur në vend. E pa kulturë, e degeneruar. Mund edhe ti pëlqente. Po ti je në lidhje live, të gjithë janë duke parë Big Brotherin dhe ti thua Gjesti, të lutem, hiqi brekët. Dhe ndiu rehat me lëkurën tënde. Po. Ç'të keq e kam. Është Gjesti personazhi i vitit në showbiz? Po, është. Na duhet një i tillë, nuk e kishim. Po, do mbahet më gjatë. Nuk besoj që vitet është më interesant, nuk dua të them më i fortë, sepse e forta për ty dhe e forta për mua. Për mua ka nivele të të ndryshme. Për ty mund të jetë i fortë një ajo që është e drejtë për një miz, nuk është e drejtë për një flutur. Por mund të themi që Gjesti është banori më interesant që ka pasur në Big Brother në 4 vite? Po, patjetër. Mund ta themi. Dhe jo vetëm në 4 vite, po edhe në vitet kur njerëzit kanë qenë njerëz të thjeshtë, kjo duhet thënë. Interesante. Me kë është e Gjestin ti kok më kok në fund fare? Po, në fund me Rozanën. Me Rozanën, nuk tani të lutem, mos ja ham hakun Rozanës. Gertës. Sa dhe mua më pëlqen Gerta, po shoh që i mungon diçka për të shon aty në fund fare. Gerta, nuk dua ta justifikoj fare këtë të qenurit nën, po të qenurit nën në Shqipëri të penalizon në sensin që ti ke me përballë publikut, ti do të ruash një statur, do të ruash një status, do të ruash një figurë, të cilën Gerta her pas here do të shpërthej dhe ta bëj, por tërhiqet sërish. Dhe kjo është të qenurit nën, jo të qenurit nën që të pengon për absolutisht. Ajo të qenurit bashkëshorte, se edhe këtu e ka. Kurse Rozana është më e lirshme te kjo pjesë dhe mënyra se si Gerta ka impulsivitetin në krahasim me Rozanën, që Rozana e ka vetëm me shpërthime këtu të paktën te ky Big Brother, sa më përpara Rozana kur ishte në kulmin e moshës së saj e kalonte Gertën, mua edhe çdo tjetër që mund të mendohet si një njeri agresiv, xhibanin dhe me radhë. Por me kalimin e viteve ka perfeksionuar strategjinë e saj dhe është ky rezultati tani që duhet thënë, është një lojtare mrekullueshme. Mardiola, kemi mbërritur në fund edhe duke qenë se mua më pëlqejnë këndvështrimet, jo opinionet, dua të them këndvështrimet e tua. Ato që po na dëgjojnë tani në radio, mes tyre mund të ketë njerëz që janë zgjuar të trishtuar, e kanë humbur fare, kanë humbur veten, kanë humbur shpresat. Do më po kaloj një ditë dreqi, le ta themi. Çfarë keti për të thënë që ta mbyllim bukur? Po një gjë siç di ti, ama jo si këto që hapi faqe librash dhe zgjohu sot, motivohu nesër se jeta do të shkëlqej. Përveç se byçës tënde askush tjetër nuk të nxjerr nga ajo situatë. Kështu që çau edhe lëvizje atë dreq.
Work it. Work it, yeah. Unë sa po ju kujtova që ne bëjmë një emision para orës 12 të drekës, por çfarë si ka? Top Albania Radio është një organ si gjithë organet, si krau, para krau, këmba. Është si hunda. Barku, hunda, veshi dhe faqja. Është shumë normale. Pse duhet të jetë? Asun se kuptoj në fakt se duhet të jetë. Dhe ne ulemi mbi të. Dhe ne shtypim. Ajo na mban gjithë ditën. Dhe ne, po pikërisht sepse ne shtypim dhe ajo nuk është ankuar asnjëherë. Ku? O zot, jam dëgjoj. Ka momente që e dashuroj veten time profesionalisht. Dhe bën shumë mirë. Dhe unë mendoj që jam një nga gazetarët më të mirë të gjeneratës time. Dhe ti ke për të arritur shumë lart. Dhe e di që këtë nuk e thot askush për veten e vet në media, madje unë një herë që e thash, më morën një mikesha ime tha të lutem mos e thuaj më. Pse? Tash pse mi? Po dukesh mendje madh, dukesh arrogant. Pa ish mendimim jo jote. Po pikërisht pra unë mendoj këtë gjë për vetëm, pse mos ta them? Atëherë. Zonja dhe zotrin, një bisedë siç vetëm unë dhe ajo dim ta bëjmë. Ardiola Baco, të falenderoj shumë që zgjodhe, që honën. Je shumë i mirë, dhe unë të kam shumë xhan. Të uroj një javë super të bukur e një ditë të bukur në vazhdim. Këtu përfundon The Live from Tirana për ditën e sotme. Ne do të ridëgjojmë nesër, deri atëherë bëfshit.